Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka lëshuar një paralajmërim të hapur për gjithë udhëheqësit autoritar, të cilët sipas tij rrezikojnë jetën, sigurinë apo interesat e qytetarëve amerikan. Në përmbyllje të konferencës së jashtëzakonshme për shtyp pas operacionit ushtarak që çoi në arrestimin e Nicolas Maduros, Trump e bëri të qartë se skenari i Venezuelës nuk ishte i vetmi në tavolinë. Ata që vënë në rrezik jetën e amerikanëve do të ndëshkohen. Sanksionet ndaj Venezuelës do të mbeten në fuqi. Pashtu, do të mbetet aktiv opsioni ushtarak. Ajo që i ndodhi Nicolas Maduros mund të ndodhe dhe liderëve të tjerë, tha ai. Presidenti shtoi se kapja e Maduros është një mesazh i qartë se SBA ka rifituar pozicionin dominues në rajonin e vet, por i afirmojnë fuqinë amerikane në hemisferën perëndimore. Trump duke ju referuar rikthimit të doktrinës Monroe, e cila synon mbrojtjen e rajonit nga ndikimet armiqësore dhe regjimet që minojnë sigurinë. Trump nuk nguroi të përmendte emra specifik. Në drejtim të Kolumbisë, ai u shpreh se presidenti Gustavo Petro duhet ketë kujdes, duke akuzuar për përfshirje të drejtpërdrejtë në prodhimin dhe dërgimin e kokainës drejt SBA-s, ndërsa për Kubën ai tha se është një shtet në dështim dhe çështja e saj do të hapet së shpejti në mënyrë të drejtpërdrejtë. Diktatori dhe terroristi Nicolas Maduro është ndaluar, populli i Venezuelës është sërish i lirë. Amerika është më e sigurt sot dhe hemisfera perëndimore po kthehet në një vend më të qëndrueshëm, tha Trump. Në të gjitha deklaratat e tij, presidenti nënvizoi se ndërhyrja në Venezuelë nuk ishte as altruizëm diplomatik, as një veprim humanitar i izoluar. Ai e përshkroi qartë azi si demonstrim force, rikthim të kontrollit mbi burimet strategjike si nafta dhe rivendosje të dominimit amerikan në rajon. Kjo përbën një kthes të madhe në politikën e jashtme amerikane, një doktrinë e re që për SBA-n e Trumpit, fuqia dhe frika zëvendësojnë durimin dhe negociatat.